Kuvendi kësaj radhe është pa lezet, as sherr, as debat, dhe mbi të gjitha, as që e ndjek më njeri kur ka seancë. Për këtë arsye, edhe Koha, kryetarin e GNTH-s, e di edhe si kryetar të grupit parlamentar të demokratëve. Halli është se mirë që ne e dim se në krye të çdo komisioni, grupi a partie që është i demokratëve është Berisha. Po të huajt, jo për gjë, po kjo Koha, nefs, night, duhet të jetë për të jashtme. Ministri i ri energjetikës ose e ka pazarin e lartë, ose fshe korrupsionin. Sa ka vënë të ndënjurat në koltuk, kanë vërshuar njerëz me parë në dorë për të filluar punë inspektor të karburantet. Duhet të jetë shumë punë fitimprur se kjo ju, derisa vinë njerëz ke unë dhe thonë 90.000 euro na fut inspektor aty. Nuk e kuptova. Këta që vinë me nga 10.000 euro, ministri i ka denoncuar në prokurori për korrupsion, apo thjesht është fyer nga shuma, se nuk e ul pazarin deri tek 10.000 euro, me që nafta është me të vërtet arizi. Duhet të jetë shumë punë fitimprur se kjo ju, derisa vinë njerëz ke unë dhe thonë 90.000 euro na fut inspektor aty. Bota ka gjetur një zgjidhje fantastike për malarjen. Do të çojë në Nigeri 30 milion mickonja për të luftuar sëmundjen. Ide e mirë. Nuk do të qekej që edhe në Shqipëri të sjellin ja 3 milion qen kundër tërbimit, minj kundër murtajës, morra kundër rënies së flokëve, se në fundit e keqja me të keqe del.